Kthehemi pak tek hetimi I korrupsionit dhe tek infrastruktura, Peka. Çështja është që edhe në ata angazhim që kemi marrë për korridorin 8, deri tani kemi shpenzuar 700 milionë euro dhe ende nuk shkon dot deri në Korçë. Është pak më e gjerë. E ka filluar me një ndryshim projekti Rama, sigurisën e tij pikërisht ai projekt. Jo, para se shkoj aty du të tregoj diçka tjetër. Jo gjithë e mani mend marrëveshjen që është bërë në shtëpinë e bardhë midis Serbisë dhe Kosovës. Po. Në 2020 me presidentin Trump. Që firmosi Abdullah Hoti. Shqipëria megjithse nuk ishte e pranishme. Në atë marrëveshje Shqipëria shpreh drejt për drejti. Është shpreh drejt për drejti sepse koncepti I paqes në rajon, e shohim edhe në politikën e jashtme që ka administrata aktuale, ka qenë nëpërmjet integrimit ekonomik. Dhe në këtë këndvështrim, për të siguruar integrimin ekonomik të vendeve të Ballkanit perëndimor, që do çonte në paqe midis shqiptarëve dhe serbëve, janë përfshirë në dokumente dhe 3 projekte. Është hekur rrudha e para Shqipëri-Kosovë, është porti në Adriatik, porti I ri, është edhe hidrocentrali Skavicës. Jemi 6 vjet pas asaj marrëveshje. Hidrocentrali Skavicës nuk është kërkuar pas 6 vjetësh, janë të 3 projekte amerikane kjo. Hekurudhën Shqipëri-Kosovë që të lidh pastaj edhe me pjesën tjetër të Ballkanit. Ka grup kompanish të huaja që u kanë nxirr jetën e Edi Rama, që kanë financimin, që kanë projektin, që kanë gjithçka e gati për të filluar nesër, me paratë e tyre, dhe Edi Rama nuk u jep drejtin jeshile, hekurudha. Shqipëri-Kosovë, që lidh Durrësin me Kosovën, që pastaj shtyhet në Serbi edhe në tutje, shtyhet në portit Edim. Ti marrësh këto të treja, prap shkon për te korrupsionit. Po. Sepse edhe hekurudha Shqipëri-Kosovë është e njëjta histori me portin që përmendëm. Se kujt I shërben, prap ta përcaktojnë Nëse do vije bast me që jemi në periudhë botërore, ti kujt I shërben? Ku do vije bastin tënd? Ajo çfarë di unë është që nga shpërbërja e Perëndërisë Osmane, Serbia ose ka kërkuar të kontrollojë portin e Durrësit, ose ka kërkuar ta sabotojë portin e Durrësit. Ismail Qemali vajte në Vlorë sepse në Durrës u futën në forcat serbe. Kjo se të kujtohet nga historia. Për të kaluar tek korridori 8. Korridori 8 është shumë 10 vigjiti. Korridori 8 është vija e famshme Egnatja. Është një rrugë mbi 2000 vjeçare. Po. Që ka lidh 2 cepat e perandërisë romake. Perandërinë e Romës me perandërinë e Bizantit. Konstantinopoli Rom. Që ka kalu nga Shqipëria, edhe ka qenë një nga akset kryesore, që ka kalu nga Shqipëria në Maqedoni, në Bullgari, në Turqi është lidh deri në Azinë qendrore. Në Librafsht, në Rrenjës e në vende tjera, akoma janë shenjat e asaj rruge. Ndërkohë që rruga Belinda Ballukut pa ushtru traseja, shembet traseja. Akoma janë shenjat e shëmbjes. Krahaso rrugën e Egnatja, me ato guret e vjetër, para 2300 vjetësh, me rrugët e Belinda Ballukut. E di pse? Sepse nuk vidhet një herë. Nuk vidhet me rastin e nëse flasim për korrupsion me tendra, di që korrupsioni me tendra, mënyra standarde e korruptimit është që 10-15 dhe maksimumi 20% të vlerës të tendrit e japin e marrin. Qarkullon në xhep, në dorë me këta që japin tendrin. Në rastin e Belinda Ballukut nuk është kjo. Në rastin e Belinda Ballukut është modeli I tunelit Llogarasi dhe modeli I rrugës së Kashajit. Dhe kush është modeli I tunelit Llogaras? Modeli I tunelit Llogaras është kjo që ta shpjegoj unë. Është ofru kompani europiane serioze për ta bërë tunelin me 3 korsi, jo 2, me 3 korsi, me dalje emergjente edhe me 2 ura tutje. Dhe vlera atij projekti ka qenë 110 milion euro. Kur kanë vajt edhe kam projektin e kam këtu në telefon. Kur kanë vajt për ta dorëzuar kanë prezant me shelm, as nuk e kanë pranuar ofertën.
Ka shku dhe ka marrë pastaj një firmë tjetër shqiptare me 140 milion euro, 30 milion euro më shumë. Që du të kemi parasysh një gjë, në veprat publike, marzhi i fitimit normal ligjor që e përcakton ligji është 20%. Pra tek 110 milion euroshi, që është me 3 kursi jo me 2. 20% ishin vetëm fitim. 20% ishin fitim, pra kosto e diku ke 90 milion. Ajo e ndërtimit. Ja dhanë kompanisë shqiptare me 120 milion. U shpall fitus. E anullun tendrin, shkun të kompania turke, ja dhanë kompanisë turke, për 190 milion, kompania turke erdhe dhe ja dha Salilajt ndukët është, se me ndukët Gjoka. Ja dhanë kompanisë shqiptare që e kishte fitu njërë me 120 milion, ja dhanë. 50 milion që është pare pastër e vjedhur, 30 milion që kosto mbi 110 milion që është e vjedhur, 20% që mbi 110 milion që është fitim i pastër, pra kostoja të tuneli, me 3 kursi... Po të ishin për gjitha veprat. Me 3 kursi dhe me gjitha veprat është 90 milion. Ka kushtu 190 milion. 100 milion janë fut o këtej o ande janë parat të vjedhura. Ky është mekanizmi. Një vërim aty, jo 3. Ky është mekanizmi. Mekanizmi tjetër është shumëfishimi, jo një fish, shumëfishimi i zërave të punimeve. Çfarë do të thotë? Nëse një rrugë, 1 kilometër rrugë X, bën 2 milion euro për kilometër. Ne e qojmë 25. Ne nuk e qojmë 2.5. Nuk e qojmë 2.2 apo 3 për të vjedh 1 në 2. Po ne e qojmë nga 8 dhe në 10 fish. Dhe gjithë ajo para është para e vjedhur. 30 milion euro ka një lot në rrugën Elbasan-Korç, në aksin pranë Shkumbinit, që është 4 kilometra. Po e di se është historia... 8 milion euro kilometra. E di se është historia e Kashajit. Historia rrugës Kashajit ka njësur si projekt që kushtojnë gjitha 20 milion euro. është shtynë në 60 milion, pastaj në 80 milion, pastaj 120 milion dhe ka shku 480 milion. Ka shku nga 20 milion, 480 milion. Kjo është historia e... Të njëjtat kilometra. Kjo pjesa që sot është në SPAK. Pjesa që është sot në SPAK. Sepse është kollaj fare. Merë zërat e punimeve, inxhinierët e din sa dhe do gërmosh, sa dhe do shtosh, sa qakull do shtosh, sa këto infrastrukturën mbështetëse kanalizimit që do bësh, sa asfalt do hedhësh, janë me çmime ato. Sigurisht. Mund televizion 10-15% është inflacioni, është ku diun. Fut luftën në Ukrainë, luftën ndaj, luftën këtej, por ja 50%. Por marzhi kostos, se llogaritë që fitimi është standard, 20%. Marzhi i kostos po lëviz nga 1 me 1.5, janë 1 me 2, janë 1 me 3. Po janë 1 me 30. Ato kushdo që ka... A mund të ketë një shpresë për ndërhyrje nga